Drama e djeshme ishte ajo mes Egli Takos dhe Fifit. Ka qenë Egli e cila reagoi me fshirjen dhe ripublikimin e bashkëpunimit të saj me Fifin, me të cilin publikuan disa ditë më parë këngët Shuj Shuj dhe Ka e nis. Në komunitet me ndjekësit e saj në Instagram, Egli shpreh se ishte e ftuar në këtë projekt, ndaj detajet sa i përket menaxhimit të materialit i takojnë vetëm autorës së këngëve, në këtë rast Fifit. Më tej, Egli shtoi: "Kam vendosur me shumë respekt reciprok me Fifin të shohni një spektër më të gjerë në mënyrë që asnjëra palë të mos ndikojë tek tjetra. Për sa kohë të dyja i përkasim të njëjtës fushë, këndimit, në këtë mënyrë shmangim dhe aludime apo keqkuptime të cilit do lloj." Ky reagim i bërë viral në rrjet, ku Egli sqaron ndjekësit e saj duke se nuk u la pa një përgjigje nga Fifi. Kjo e fundit postoi një top në Insta Story, i cili nga shumë njerëz u komentua si autogol. Dhe natyrisht na lind pyetja se pse. Burimet të sigurta ditën e djeshme raportuan se shkak i fshirjes së këngës u bë një mosmarrëveshje mes dy këngëtarëve për ndarjen e fitimeve. Fifi ka kërkuar më shumë përqindje për shkak të angazhimit personal në këto projekte. Megjithatë, e gjithë situata nuk është pritur mirë nga komentuesit, të cilët e shohin si krejtë e panevojshme një dramë të tillë. Mos Fifi, mos luaj me dy porta se bën autogol. Pa fjalë me ju të dyja, se çfarë drejtë ju kapi një zot e di. Autogol për ty, Fif, zhgënjyese shumë. Fshi këtë postim se i bërë autogol vetes, s'ka faj Egli. Vete fshin këngën, vete rikthen, vete i bën dramat, Egli fet gjithë respekt për ty, e ti si burri jot hidhin story kunja. Ju ku prishet me Anajdin që vdisin dhe kishit shok shtëpije, mos prisheni me Eglin që dje e njohët, ju përlek ndani nga familja, jo më nga shoqëria. Ishin disa nga komentet që u drejtuan këngëtares Fifi. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.